Gjirokastra përkujtoi sot në ditën e dëshmorëve të gjithë ata që sakrifikuan jetën për një Shqipëri të lirë. Në ceremoninë e organizuar në varrezat e dëshmorëve morën pjesë kryetari i Bashkisë Flamur Golemi, prefekti i Qarkut Albana Hasani, deputeti i Partisë Socialiste Piro Dhima, përfaqësues të institucioneve, veteranë, familjarë të rënëve në luftën antifashiste nacional çlirimtare. Në tingujt e helmit të flamurit, ata ju drejtuan lapidarit ku vendosën edhe kurorat me lule. Si çdo 5 maj, përkulemi me nderim dhe respekt për të rënët dhe të dheut. Ata që nuk ursyejnë asgjë, jetën e vet, për dinjitetin dhe lirinë e këtij kombi. Është dhe një ditë të reflektimi për gjithë ne, për ta çuar amanetin e tyre para. Lavdi për jetë të rënëve të dheut. Jemi sot në datën 5 maj, në ditën e dëshmorëve, të gjithë së bashku për të kujtuar dhe vlerësuar dhe për ulur para kujtimit të gjithë atyre burrave, grave, djemë dhe vajzave që më shumë se jetën e tyre deshën atë dheun. Kujtojmë sot 28.000 dëshmorë që me zjarrin e lirisë në zemër krijuan dhe projektuan të ardhmen edhe me vlerën më të lartë jetën e tyre. Sot në fakt nuk është thjesht një ditë kujtese, por është një thirrje ndërgjegje për të na kujtuar gjithëve se liria nuk është dhuratë, por është një amanet i ndërtuar me shumë sakrifica dhe gjak. E detyra jonë sot është që këtë amanet ta mbajmë të gjallë e ta përcjellim edhe tek brezat e ri me shumë dashuri për vendin e tyre. Dëshmorët nuk janë thjesht pjesë e historisë, ata janë themeli të tashmes dhe udhërfyesit e së ardhmes. Lavdi për jetë kujtimit të tyre. Sot përulemi me respekt përpara dëshmorëve të dheut, sakrificat e tyre na bën që të obligohemi më shumë për të punuar për një Shqipëri më të mirë, më të drejtë dhe më europiane. Gëzuar 5 majin, të paharuar. Shqipëria vendi i luftrave të mëdha. Shqipëria zjarri i periudhave të rralla historike. Këtu në Shqipëri 70.000 partizan, 28 brigada, mira të tjerë në territorin për batalione, u përkushtuan sa na bën krenar në luftën e dytë botërore si antifashist. Lavdi atyre që dhanë jetën për lirinë, lavdi partizanëve të cilët sot mbajnë titullin e lartë në nderi i komit. Kemi ardhur këtu në varrezat e dëshmorëve për të përkujtuar 494 dëshmorë të dheut, të rinj dhe të reja që dhanë gjak në çliриmin e dheut. I paruar qoftë kujtimi i tyre. Gjirokastra i dha luftës 494 djemë dhe vajza që radhiten në librin e dëshmorëve të Shqipërisë, aprovuar nga Ministria e Brendshme në vitin 2012. Dita e dëshmorëve ka origjinën në 5 maj 1942, kur u vra Qemal Stafa, i cili me veprimtarinë e tij u kthye në simbol të luftës antifashiste nacional çlirimtare.